përjashtuese. Atë çfarë vendimet mëdha janë marrë, janë gjujt njerëzit me kungja, me do mesele, çështu kum do që janë marrë vendimet mëdha. Na po flasë veç për një pjesën e kemi pasur në për televizione, në për arkivat të cilat janë servu dhe janë transmetu. Mirë po nuk ka qenë gjithmonë ajo. Ka pasur shumë gjëra më madhore në interes shtetit të cilat janë diskutuar dhe janë marrë vendime shumë të mëdha. Gjithsesi, unë nuk mendoj kur që një institucion mund të gjakmarrjen apo tema të cilat janë të lidhur. Atëherë te gjakmarrja që të muhabet. Veç e përmenda si. Amo jo, gjakmarrja ka nisë iniciative Anton Qetës e Xhevat Kreziut edhe. Po nuk përjashtohet. Vetëm një pyetje shkurt. Vetëm një pyetje shkurt. Sipas kanunit Lehtë Guaxhinit, një grua që supozojmë ka tradhtuar burrin, çfarë ka ndodhur me atë grua? Po një burr nëse ka tradhtuar gruan, çfarë ka ndodhur me atë burr? Shumë e thjeshtë kjo. Çfarë ka ndodhur Rone? Ram, problemi është që domethënë kanuni Lehtë Guaxhinit është i kalu si institucion po ashtu, edhe të folim për gjëra të mira, ka mundësi me fol për gjëra pak. Akoma sot ka impakt në shoqëri, mos bëj gare lutem. Akoma ka impakt në shoqëri kanuni Lehtë Guaxhinit, akoma mirë për bazë në shumë diskutime. Në Kosovë kemi kushtetutën, i kemi ligjet. Sot ka ndërmjetësues të licencuar. Ndërkohë sot akoma ka pajtues gjaçesh. E ndërmjetësuesit që janë të licencuar që pajtojnë njerëz dhe arrin marrëveshje. Njëri nga ata jam edhe unë këto prezant, edhe unë jam ndërmjetësues i licencuar. Aja që është shkruar herët në Oda sa zyrtarisht shkruhet në letër edhe referohet tek gjykatësi apo prokurori dhe merr titullin ekzekutiv apo përmbarues. Vetëm pak. Me çfarë jurisdiksioni nderuar? Ai jeni ndërmjetësues. Me çfarë jurisdiksion? Me jurisdiksionin e Odave ti pajton njerëz si ndërmjetësues? Unë keq kuptova. Gjithmonë do ku bazon ligjin për ndërmjetësim, sepse ligjet kanë lind nga zakonet, mos mendo se kanë ligjet nga qielli. Ligji ka lindur nga përcaktimi i rregulla për të ruajtur balancin në shoqëri. Po këto veprimet e përsëritëra të njerëzve përbëjnë zakonet. E tash, po fillojmë prej zakoneve, po fillojmë po vim te traditat, po fillojmë prej normave zakonore, normave traditave. Edhe po vim deri tek ato morale dhe në fund po vim deri tek ato ligjore. Ai një rregullat kanunore. Atë çfarë ka ndodhur me një burr që ka tradhtuar gruan? Po hajt na jap ti përgjigjen, më së miri. Jo, tash unë po të bëj pyetje, ti po më kthem përgjigje me pyetje. Po e pyes shokun tam ChatGPT-n rën, ta shohim çka. Po do ta shikoni përgjigjen, ë? Shikoni për dhe bëni krahasimin. Nuk po duam të dhani përgjigje që ndoshta edhe nuk është e saktë. Jo, unë nuk kam me diskutu për kanunin, sepse ne këto jemi me diskutu për marrëdhëniet familjare që kanë ndryshu. Kjo që na po dalim tash me një temë krejt tjetër. Është edhe kjo në fakt se edhe ka ndikuar edhe transformimi, që kanë jetu familjet përmes kanunit të Lehtë Guaxhinit edhe një transformim në kohën e sotme që ndoshta nuk shihet si diçka legjitime. Kanuni i Lehtë Guaxhinit kryesisht i ka rregulluar marrëdhëniet ndërshoqërore, po jo domosdoshmërisht marrëdhëniet këto brenda celulës familjare. Na folëm herët për rendin që kanë pas zonjat e shtëpisë, disa zonja që kanë jetu bashkë, falem herët që kanë lujt fëmijët bashku, që kanë siguruar ekonominë familjare, ndërsa nëse ne flasim për fenomenet shoqërore të kohës, ato po kanë qenë treguar në disa zona me kanunin e Lehtë Guaxhinit, po në anën tjetër edhe kanuni jo mendoj që është deviju prej zonës në zonë sipas atyre që kanë interpretuar. Kjo që na sot fal Zotit e kemi drejtësinë pozitive, kemi kushtetutën, ligjet, unë mendoj që nuk ja vlen më as edhe me diskutu për gjë